a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting Po vjen dita. in the Empire State. My lover, she's Në këtë mosh konsiderohet si një ndër ditët më të lumtura. my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know. Është fjala për maturën. Ko kjo kur ndodhit e kaluara kujtohen përmes rrëfimeve dhe fotografive, duke I hapur rrugë një jetë e krejt ndryshe. Subtle things, the holes in my apologies, you know. I'm Nata e tyre më speciale është ajo e maturës. Për këtë natë duhet zgjedhur veshjet më të mira. you home tonight. Po nisim nga veshjet që mund t'i shepni sipas porosisë. So let's set the world on fire. We can burn bright. Po në fillim edhe unë kom menu mi ble si gjithë, po të këshyr dizajnet ndryshme në për internete, kom vendos që ato dizajnet që më pëlqejnë mu me kep, kom këshyr edhe në për dyqanet ndryshme, po as nuk më kam pëlqy që ato që kom pas qef, dhe me thonë që ato dizajnet që po kam qef unë, po kam qef me kep edhe më bo veç për vetë. No, I know that I'm not. Dizajni I bartur në letër, që po kërkon kushtrimi ja lehtëson tej mase punën rrobaqepsit. Find your ways to fall apart. Po çfarë po kërkohet nga djemët dhe cilat modele janë më në trend? Tash ma shumë po kanë që me konë me dalë ma modest trit, se për pa që ka shkune për majica. Tash, jo, kështu ma shumë po vishin setrat, klasike që jënë. Pak po dhe me modele ma shumë po kanë që me konë me modele që po bëha tash jënë në trend. Një setër e tillë, e qepur me dorë, kushton deri në 60 euro. Ndërsa për diko tjetër, zgjedhje janë butiqet. Preferon që për maturën e tij të mos humb shumë kohë. Preferenca e tij është I blej të gatshme. Mi blek I ma shumë zgjidhje, se sa mi kep, shumë mi kep, mund me është përparësia për shumë se mund është me zgjidh vetë modelin nëse qatë pëlqen, po po mënej që ajo ma shumë I përshtatet femna, adi nëse vajza. Djemë për shumë kanë ma shumë zgjidhje me një dyqan, për me ble tesha për një mramje se dyqan. A janë të përgatitura butiqet që t'i shërbejnë kërkesave të klientëve që do të kenë për këtë maturë? Ka interesim shumë të madh, do me thonë edhe mundin me bo zgjidhje shumë këto, se I kena krejt sanat. Ki pantolla, ka këmisha, ka tesha. Por ngjyrat dhe modelet, cilat janë më të preferuarat për si vjet. Ngjyra ma dhezta, normal, ma shumë, ma që binë sy, diçka jo e thjesht me fond, po ma ngjyra ma dhezta. Një palë pantolona, këmishë dhe krevat do t'ju kushtoj diku rreth 120 euro. Maturat e para do të nisin në mesin e këtij muaji e deri në fund të muajit qershor.